Mirëmbrëma miq dhe shikues të nderuar të emisionit Glamour. Mirë se erdhët edhe sonte në këtë dritare televizive ku ne sigurisht mundohemi që të sillim gjëra të veçanta për gjithë ju. Emisionin e sonte unë kam shumë të veçantë për vete, sepse do flasim për një festival filmit, një festival filmit shumë i veçantë për adhuruesit dhe ardashësit. Edicioni i fundit i Art Without Limit ka përfunduar, pra festivali i filmit dhe edicioni i filmit Art Without Limit ka përfunduar, por ndikimi i tij vazhdon. Sonte nuk flasim për një ngjarje e cila ka kaluar, por për një platformë kulturore e cila po prodhon rezultate konkrete për te ditëve të festivalit. Art Without Limit është një festival shumë i njohur dhe shumë i dashur ndërkombëtar, ndërsa në studio kam Ganimete Savën, themeluese dhe drejtoresh të Art Without Limit International Film Festival, dhe Burim Halitin, regjisorin dhe drejtorin artistik të festivalit. Bisedën do të nisim nga disa arritje të fundit ndërkombëtare, përfshir antarësimin e zonjës Ganimete Sava në Sinetor, një rrjet global festivalesh që përfshin mbi 68 vende të botës, ku ajo është zgjedhur antare e bordit të drejtorëve. Dhe Burim Halitin, drejtor artistik i festivalit Art Without Limit, por sonte do të flasim edhe për projektin edukativ Art in Vertical dhe qëllimin e tij, por për të ardhur më pas edhe në vetë festivali Art Without Limit dhe ndikimin që ai ka prodhuar ndër vite. Art Without Limit International Film Festival është një festival ndërkombëtar filmi me mision social, i themeluar në Kosovë që promovon përfshirjen, barazinë dhe të drejtat e personave me aftësi të kufizuara përmes artit dhe kinemas. Festivali u nis në rrethana sfiduese, gjatë periudhës së pandemisë si një iniciativë që synonte të krijonte hapësirë për zërat që shpesh mbeten jashtë skenës kulturore. Që nga fillimi, Art Without Limit ka ndërtuar një qasje që nuk viktimizon, përfuqizon dhe vlerëson talentin artistik. Art Without Limit mbahet çdo vit nga data 1 deri më 3 dhjetor dhe ka shpërndar çmime në disa edicione, duke ndërtuar një profil serioz e ndërkombëtar. Festivali ka strukturë garuese, me ndarje të jurisë në disa komisione profesionale, për të garantuar vlerësimin e drejtë dhe standardin artistik. Nga arritjet më të rëndësishme të këtij festivali është fakti se filmat e vlerësuar në Art Without Limit kanë vazhduar rrugtimin e tyre ndërkombëtar, përfshirë edhe fitimin e çmimit Oscar në vitin 2023, si dhe shumë çmime të tjera prestigjioze ndërkombëtare. Për te ditëve të festivalit, Art Without Limit zhvillon gjatë gjithë vitit aktivitete edukative, trajnime, panele diskutime dhe programe artistike në qytete të ndryshme, duke e shndruar festivalin në një platformë aktive dhe të qëndrueshme kulturore. Këto zhvillime ndërkombëtare janë arritje personale dhe profesionale, por njëkohësisht edhe reflektimi i punës shumëvjeçare dhe standardit që ka ndërtuar Art Without Limit. Nderuar shikues, ashtu siç thash në paralajmërimin tim, se sonte e kam një emision të veçantë. Mysafirët që i kam në studio janë shumë të veçantë për mua, po sigurisht që edhe për ju. Do t'i themi mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studio, zonjës Ganimete Sava dhe zotri Burim Halitit. Mirë se erdhët në studio. Mirë se vëgjatë. Para se të fillojmë, unë e ceka që ju keni bërë shumë aktivitete të rëndësishme. Një ndër aktivitetet është festivali i filmit Art Without Limits, mirë po. Do të ndalemi edhe të sukseset të cilat i keni janë shfaqë së fundmi, është antarësimi juaj i zonjës Ganimete në Sinetor, rrjetin e festivaleve, me mbi 120 festivale që marrin pjesë, një ndër antarët e bordit. Dhe zotri Burim Halitin e do flasim edhe për aktivitetin e fundit që është përfshi edhe vendi jonë dhe Republika e Maqedonisë për ligjëratat e fundit, sepse kur biseduam thati jam në ligjërata në Tiranë, është një temë shumë e bukur dhe një temë shumë e qelluar që e keni realizuar në Tiranë. T'ja filloj me ju, zonja Ganimete. Si e përjetuat këtë pjesë që t'jeni pjesë e bordit dhe çfarë do të thot edhe për festivalin Art Without Limits edhe për ju personalisht?
Sigurisht antarësimin e Sinotur Commitment International World Film Festival është një hap i rëndësishëm i rrugtimit ton profesional. Sigurisht që festivali dhe suksesi i festivalit e ka mbo që ky titull të arrihet. Si fillim, festivali është antarësuar në Sinotur, që është në bashkë me 120 vende tjera të ndryshme globale të festivaleve. Mandej kam pas një propozim për antare bordi të drejtorëve për pjesën e Ballkanit. Kështu që për mua personalisht është një arritje e madhe sepse festivali unë po konkretisht në bordin e drejtorëve global, siç janë nga Azia, nga Tokyo, është një drejtor nga Afrika dhe nga vende ndryshme, mandej nga Ballkani jam përzgjedhur. Është sigurisht që është edhe përgjegjësi, po edhe është një farë privilegje dhe krenarie që natyrisht që do të punojmë shumë edhe do të përkushtohemi edhe më shumë se është edhe përgjegjësi. Patjetër, 6 edicione me shumë përkushtim, edhe edicioni i fundit, po para se të kalojmë të festivali, do flasim edhe me zotëri Burim Aliti në lidhje me projektin Artin Vertikal, një projekt mjaft i qelluar, me temë mjaft të qelluar, filmi dhe fotografia si zë për mjedisin dhe trashëgiminë kulturore. Pse një të kënaqur prej studentëve dhe prej gjithë atyre të interesuarit, sepse mosha ishte pak 18 dhe 30 vjeçare, nxënës dhe student. Po, faleminderit shumë. Kjo është një prej aktiviteteve që ka ndodhur, realisht organizata Art Without Limit që përfaqëson Ganimetja në Prishtinë. Ka qenë një projekt, edhe është në vazhdim e sipër, ku është i organizuar prej një organizatës Fusion Act, në bashkëpunim me Art Without Limit nga Prishtina dhe Multikultura nga Tetova. Është shumë interesant që kanë mbledhur domethënë të rinjt e regionit, po kryesisht kanë qenë shqiptarë, domethënë edhe nga Tetova, edhe nga Prishtina, edhe nga Tirana. Kjo ka qenë mbrojtja ambientit, trashëgimia kulturore, po ligjërata ime ka pas të bëj nëpërmjet fotografisë dhe videos, domethënë tu shpjegoj studentëve se si ka mundësi me mbrojt trashëgiminë kulturore, gjithashtu mbrojtjen e ambientit. Kam pas ligjëratë 2 ditore, gjithashtu praktik, ku ka vazhduar mandej edhe aktivitete tjera me pjesëmarrësit e tjerë që kanë qenë nga ekspert nga Shqipëria. Unë jam shumë i kënaqur që ishte domethënë edhe organizata dhe pjesëmarrësit nga Tetova, gjithashtu nga Prishtina, edhe unë joftuan së bashku studentët mes vete, gjithashtu krijuan lidhje të reja për të ardhmen, domethënë se gjithë studentët që kanë qenë që kanë bërë diçka më herët, domethënë këtë fushë, apo në fusha tjera kulturore apo të arsimit në përgjithësi. Kështu që ligjërata shkoi mirë, tash në proces i sipër të krijimit punimeve, që ata kanë me bë punimet edhe këtu në Tetov, apo me një qytet tjetër, në varet domethënë ku ta gjejnë të arsyeshme, kanë me bë në Prishtinë apo në qytet tjetër, në Tiranë apo diku tjetër, edhe të gjitha ekspozitat bashkë do të bëhen në Prishtinë, Tiranë, gjithashtu edhe në Tetov. Do me thënë është një kënaqësi kur e shef një interesim të jashtëzakonshëm edhe të studentët, edhe ndihma juaj si ligjërues është shumë e nevojshme dhe shumë domethënëse. Për të kaluar te festivali Art Without Limit, është një festival i cili veç më e keni shënuar edicionin e 6, si drejtoreshe e festivalit një ide e cila ka qenë e kahmoqme u realizua pikrisht në kohë të pandemisë dhe mori për masa shumë të mëdha dhe mori për masa aq të fuqishme, pozitive, shpirtërore dhe për gjithë ata të cilët kanë nevojë për ta shprehur veten në mënyrë të artit. Si ndjehesh gjatë këtij rrugtimi? Sigurisht, krijimi i Art Without Limit International Film Festival ka ardhur si një rezultat i përvojës tonë paraprake që i kemi si artist. Unë jam për vete skenografe, kostumografe, kam mbaruar Universitetin e Prishtinës dhe masterin. Kemi përvojë të madhe në film, edhe në festivale së bashku me Burimin, me filmat e tij që ka mbi 30 çmime ndërkombëtare. Kemi pa festivale nga më të ndryshmet në përbot, dhe sigurisht që kemi ndjetë, të pak ne kam ndjetë të nevojës me pas një festival të tillë në Prishtinë edhe në Ballkan më saktësisht, të formatit të tillë, sepse festivali është konkretisht që
i fuqizon personat me aftësi të kufizuar, që i dëgjon zonin e tyre edhe që u jep hapësirë dhe mundësi për të shpreh kreativitetin e tyre, punën dhe sukseset, jo vetëm anën negative që mund ta shikojnë audienca ose njerëzit. Dhe tashti si vjet është edicioni 7, nuk ka qenë lehtë rruga fare, sepse të realizosh festival ndërkombëtar në Prishtinë nuk është shumë e lehtë për arsye se tema është e ndjeshme, du ta kemi një qasje përveç profesionale, po ashtu edhe njerëzore më shumë. Dhe kjo na bën që të jemi të kujdesshëm në gjitha pikat dhe programet e ndryshme që i përket festivali. Kryesisht i shfaqim 50 filma të përzgjedhur, që çdo vit kemi mbi 1000 filma që vijnë, është një proces i gjatë edhe i selektimit të filmave me burimin edhe me kolegë të tjerë, që nga janari kemi fillu kanë ardhur filma shumë deri në tetor që vijnë filma ndryshme, është selektimi, fazat të ndryshme me jurit që në fund përzgjedhen 50 filmat më të mirë. Shpesh kemi edhe jo probleme, po themi ky film më i mirë se tjetri cilin ta përzgjedhëm, se janë filma të mrekullueshëm. Dhe gjithmonë kemi bashkëpunimet edhe tjera edhe me Maqedoninë, kemi pas me Gjifoni Film Festival vitin e kaluar, edhe antar jurie dhe njerëz tjerë që janë pjesë e programeve tona ndryshme, po ashtu edhe emra ndryshëm nga Hollywoodi, prej çmimeve Oscars, nga Evropa dhe festivalet të tjera. Kështu që është një punë e madhe që ka brenda programe ndryshme, filma, parakalojnë persona me aftësi të kufizuar, artist, aktivist, thjesht është një zë i fuqisë. Po, edhe përtej asaj njerëzores, ju jeni dy profesionistë të cilët jeni bashkuar, sigurisht me profesionet e rëndësishme për festivale dhe për art dhe për filme, fotografi, burim si drejtor artistik i festivalit. Sa e shef këtë rrugtim dhe si është ajo pjesa e procesit, sepse festivali nuk fillon dhe mbaron brenda këtyre 3 ditëve të edicionit kur transmetohet festivali prej 1 deri në 3 dhjetor, edhe Ganimetja tha që selektimi dhe për ta përzgjedhur një film, ju vetë jeni profesionist, mirë po bashkëpunoni edhe me profesionistë të tjerë, të cilët janë emrat eminent dhe shumë të mëdhenj nga Hollywoodi dhe emra shumë të caktuar edhe nga skena botërore. Sa është i rëndë procesi edhe i vazhdimit, po edhe i selektimit të filmave? Ajo është një prej proceseve matrona dhe më me thonë kryesore, për shkak që vetë festivali i filmit është kategoria kryesore është shfaqja e filmave. Po. Tha Ganimetja ku kemi filma me qindra apo me mira që vinë deri në fund të aplikimeve që kemi një afat caktuar. Do të me bërë përzgjedhjen, do me thonë, me zgjedh mbrena gjithë atyre filmave 50 që mendojmë që janë më të mirë, sigurisht që kemi edhe selektorët në mbikëqyrjen time. Edhe në fund i bëjmë një përzgjedhje, mundohemi me bëjmë një përzgjedhje më të mirën, ku edhe deri tash jemi dëshmuar këtë aspekt për shkak që 3 vite radhazi filmat që kanë qenë fitues të na, ose kanë qenë fitues në çmimet Oscar, ose kanë qenë nominuar në listën e ngushtë, edhe edicionin e fundit që e mbajtëm. Një prej filmave holandez, cili ka fituar çmimin e parë te na, ka qenë në listën e ngushtë të Oscarit, domethënë deri tash, edhe do me thonë janë edhe shumë filma tjerë cilët janë filma shumë të mirë. Kjo është shumë e vështirë, po ne me një mënyrë kemi bani përvojë pak a shumë, e kishim përvojën edhe më herët. Shkaku i profesionit, për shkak që gjithë stafi pas nesh që vinë janë artist, drejtor fotografie, aktor, muzicient, do më thonë gjithë janë pjesës që i përkasin pjesës krijimtarisë artistike. Edhe këtë vit ceke shumë mirë që nuk është vetëm 3 ditët, ne për 7 janarit të këtij viti kemi fillu me hapjen në fakt kemi hap platformën tonë Film Freeway, ku kanë fillu me orë filmat, kanë orë mbi 20 filma deri më tash, deri në gusht apo shtator do të bëhen ajo se ma vonë vinë gjithmonë më shumë. Edhe prap kemi mi hy selektimit prej fillimit, që do me thonë gjatë gjithë vitit punohet në këtë drejtim, edhe në fund janë ato ditët që është një lloj ceremonie, më me thonë ma shumë shfaqja atyne dhe hapja mbyllja. Mos të harroj brenda programit për pas filmave, ne kemi edhe Art Without Limit Kids, është programi i fëmijëve ku gjithmonë marrin pjesë mbi 400-500 fëmijë të shkollave të Prishtinës, edhe gjithanej ku performojnë
nxënësit që janë me aftësitë kufizuara nga shkollat speciale edhe shkolla e muzikës që është Prenk Jakova në Prishtinë. Gjithashtu shfaqin filma të përshtatshëm për fëmijët që vinë me i pa, edhe bëhet domethënë është një mini festival ajo, ku mbrana festivalit e kemi Women Empowerment, e kemi fuqizimin e gruas. Kjo është një mini festival mbrana festivalit ku kemi panele diskutimeve, domethënë që janë me gratë fuqishme, gjithashtu me gratë që janë në nevojë, domethënë i bëjmë një përzierje ku ato e takojnë janë tjetrën aty dhe parashtrojnë edhe pyetjet edhe përgjigjet edhe kërkesat e tyre. Gjithashtu bëjmë përzgjedhjen e filmave më të mirë që fuqizojnë gruan. Kemi jurinë e gruas, çdo vit kemi organizata të ndryshme. Vitin e kaluar kemi pas nanat e fëmijëve me autizëm. Domethënë është një për organizatave ku ato kanë bërë përzgjedhjen e filmit më të mirë. Gjithashtu vitin e kaluar kemi pas edhe VR XR për publikun, është ato syzet që shohin filmat, domethënë se shumë nga publiku e kemi pa që nuk e njohin si projekt. Jem të ishtu, domethënë, kemi shtu edhe Young Club, tash ardh without limit, domethënë Young Club është klubi të rinjve, që mosha e mesme në aspektin shkollave të mesme, nuk ka qenë shumë e përfshime, fëmijët i kemi, gratë po, publikun përgjithësi po, aftësinë e kufizuar, tash kemi filluar edhe me këtë dhe jem duke shkutu zgjeru. Tash po shohim domethënë vazhdim se na duhet edhe staf edhe njerëz për me kry gjithë këto punë. Kështu që interesimi edhe për të qenë pjesë e festivalit edhe për të marrë pjesë është mjaft i madh. Edhe i përmendet edhe ju edhe 2 mini festivale brenda festivalit, është shumë më bëri përshtypje edhe mini festivali Art Without Limits Kids, që është një mini festival jashtëzakonshëm për t'ju dhuruar mundësinë edhe ata të jenë të lumtur në skenat të një festivali me përmasa ndërkombëtare, do kisha thënë. Ajo që më bëri përshtypje është që juria është ndarë në 3 pjesë, në 3 kategori. E pashtë edhe juri që kishte edhe fëmijë. Është pjesë e selektimit, ata përzgjedhin filmin më të mirë për fëmijë? Neve i kemi si kategori filmat fiction, dokumentar, animacion. Edhe tash kohën e fundit që me VR kemi pas program posaçëm për filmat në platformën VR që janë shfaq. Kemi kategoritë për dokumentar, do me thonë është juri e veçantë për fiction, edhe për kids, fëmijët i shikojnë filmat, ne e bojmë një paraprakisht një përzgjedhje të filmave, sepse është proces i gjatë për fëmijët, se fëmijët janë me aftësi ndryshe që gjithmonë janë pjesë e jurisë. Ne i bojmë një përzgjedhje në listë më të ngushtë filmave, mandej ata i shikojnë edhe përzgjedhin filmin më të mirë. Mandej ju japim mundësinë që dalin skenë që ta ndajnë çmimin për filmin më të mirë, po të animuar. Do thotë nuk e ndajmë se kategoria e filmit animacion është e veçantë, po kjo për kids është e veçantë. Për arsye se ne kemi dashur që ndërgjegjësimi të fillon që në moshën e hershme. Kjo është qëllimi kryesor që është organizuar Without Limit Kids, që fëmijët sepse në përshkolla në Kosovë të paktën janë rreth 250.000 persona dhe në secilën shkollë, në secilën klasë ka fëmijë me aftësi ndryshe. Dhe fëmijët duhet të ndërgjegjësohen për fëmijët e tjerë, të kanë empatinë, kujdesin edhe shëndetësore dhe sociale dhe në gjitha mënyrat e tjera. Kjo është ideja që edhe me të vërtet ka ndiku ndërgjegjësimi ndaj kësaj kategorie nga fëmijët e shkollave publike. Si publik i kemi fëmijët e shkollave publike që janë me aftësi të plotë, kurse në skenë edhe në filma, temat që trajtohen janë aftësia ndryshe. Kështu që sa i përket gjithashtu dhe jurisë programeve të tjera, juria kryesore është juria që kryesisht kemi marrë emrat njohur nga Hollywoodi, qysh për edicionit parë, kemi pas Wade Hajdushka, një austriak që ka marrë çmimin Oscars në vitet 78 më duket, dhe mandej në përgjithësi drejtorat festivaleve të ndryshme, njerëz me përvojë në pjesën sociale dhe artistike në fushat ndryshme të aftësisë kufizuar. Dua ta përmendi që vitin e kaluar kemi pas Kim Magnusson, një producent danez, i cili ka marrë 4 çmime Oscar si producent për filma të ndryshëm. Me Kim jam takuar në Maqedoni në një festival dhe atje jemi njoftu, pastaj si miq që jemi me Kim edhe Rebekën, i kam ftu që t'jem pjesë e festivalit tonë dhe nuk kanë hezitu absolut, po s'kanë mujt me qenë fizikisht për shkak të agjendës tyre. Po për neve me pas emra të tillë në festivalin tonë, në edicionet qysh për edicionit parë, na ka bërë
na ka motivu më shumë që të punojnë edhe më tepër, të përkushtohemi dhe sigurisht ecim përpara. Patjetër. E përmendje edhe burimi që e shfletova dhe unë që në vitin 2023 një film i cili ka marrë një dokumentar, një metrazh të shkurt, mori çmim në festivalin tuaj dhe u nominua dhe mori çmim Oscar. Po, për filmin e shkurt. Për film të metrazhit të shkurt. E ceka, dhe me thonë, kjo është ajo pjesa ku ne shikojmë se cilin film që vinë. Ka shumë filma, po detyrohemi për shkak që kishte qenë mëkat nëse kishim lënë jashtë programit, ose për me fitu prapë do shija e juris, po e di që juria e kam pëlqy, ne e kemi pëlqy, juria e kam pëlqy edhe realisht filloj rrugtimin edhe fitoj edhe çmimin Oscar. I përmend edhe 2 filma tjerë cilë momentalisht po më kujtohen që kanë qenë në listën e 5 filmave të botës që kanë qenë, do me thonë, Oscar. Është privilegj kur vinë të na pastaj shkojnë në Oscar, edhe pse është renditja Oscari ma vonë, po do me thonë zakonisht të filmat që janë filmat mirë, se ata kanë fitu çmime edhe ma herët diku ndoshta. Zakonisht në festivale ma të vogla, që jemi na në krahasi me festivalet shumë të mëdha, nuk marrin pjesë. Domthon kjo ka qenë një privilegj edhe për festivalin ton, ku ata domthon vetë kanë apliku, edhe ne kemi përzgjedh, edhe pas kësaj domthon kanë shku na kem lidhje të ngushta me autor, domthon diskutime të ngushta ku ishim domthon në një marrë shumë i mirë edhe për neve. Po ashtu mos harrojmë cik para 2 vitesh Room Taken, që ishte pjesë e festivalit unë, producente ka Colin Farrell, aktorin e mirë njohur. Më thonë, ata si produksion kanë aplikuar në festivalin tonë. Do thotë festivali jonë. Kjo flet për vlerat e festivalit dhe për vlerat. Sigurisht që na shpesh lodhemi, është një stres i punës që nuk e shijojmë ndoshta shumë famen ose s'po di si me qujt, sepse jemi të angazhuar edhe vazhdimisht kërkojmë që të jetë gjithçka sa më mirë që del, edhe nuk e shijojmë shumë, po pastaj kur po e shikojmë se si po depërton jashtë vendit, kjo mandej po na jep një kënaqësi veçantë. Ato edhe po paraplin se te filmi që ka fituar Oscar, që e ceke një pjesë e kastës janë që kanë luajtur edhe në Game of Thrones, domethënë në serialin e famshëm, role të rëndësishme, edhe sigurisht që nuk është prit diçka më pak prej tyne. Patjetër. Një seksion apo një seksion i veçantë është edhe ti mund t'ja dalësh pjesa e realizimit të dokumentarëve të cilët japin një mesazh që mund t'ja dalim. Na thoni pak më tepër, sepse festivali mbaron, realizohet 3 ditë, po nuk mbaron aty, vazhdon më tutje. Edhe ti mund t'ja dalësh, është pjesë e veçantë e festivalit. Po, sigurisht për fillim neve organizojmë edhe workshope, punëtori për artistet ose personat ardashës që dojnë me mësu teknikën qysh nga shkruarja e skenarit edhe krejt pjesa tjetër, kamera, montazha, gjana tjera, deri në finalizim të një filmi. Neve si fillim e kemi realizu një film Sparks of Light, mbas rezultati punëtorive që kemi pas, një person me aftësi të kufizuar. Do të thotë jo një, po gjithmonë marrin personazh të ndryshëm që kanë potencial në art, në kulturë, në sport edhe në fusha tjera, dhe pastaj këto filma lëvizin edhe në vende tjera të botës. Ky film Sparks of Light ka marrë shumë çmime ndërkombëtare dhe unë kam fituar edhe si producentja më e mirë në Bullgari për çmimin e filmit, domethënë dokumentarin ndërkombëtar, dhe shumë filma tjera. Do të thotë filmat përveç që po punohen si pjesë e workshopeve punëtorive me kreativitetin e kolegëve, po kanë edhe suksese më tutje. Burimi mundet me folë si regjisor që i realizon këto, po unë deshta më ndërlidh që i përgjedhim personazhet shumë të veçantë që bëhen pjesë e rrugtimit edhe rrëfimit historive tyne, si nga ana e dhimbjes edhe e vështirësive, po ashtu në fund me suksesin dhe sigurisht që duhet ta ketë motivin, do të thotë mesazhin motivues për fund. Kjo është arsyeja kryesore që i realizon. Burim ajo që më bëri përshtypje sepse festivali dhe të gjitha ato veprat e festivalit u thënë për qytetet të tjera të Kosovës kryesisht. Pse pikrisht kjo gjë realizohet? Pjesë e festivalit u thonë e kishit Kaçanikun dhe Ferizajn, qytetet e cilët ju i mbledhni dhe po ajo është, se kom dhe me thonë fillim ku programet e veçanta që kemi brenda festivalit,
shumë mirë e thatë edhe ju në fillim edhe thash thonë që nuk mba 3 ditë festivali për gjatë gjithë vitit. Kjo pjesa për shembull te Feriza e Kaçaneke, kështu me radhë ka qenë një prej shkputja e fuqizimit gruas, ku nuk kemi dashur na gjithmonë vetëm në Prishtinë mu fokusu në aspektin e për shembull marginalizimit, do më thonë të grave, anvise që janë ku diun, do më thonë që nuk kanë shumë qasje direkte, do më thonë me spjegu një problematik. Kemi mendu që zakonisht në përvende pak më të vogla ose në periferi, problemet janë më të mëdha se sa në kryeqytet. Kjo gjithmonë ka ekzistuar. Bas kësaj na kemi bë programin e veçantë që e kemi edhe në festival, kemi dashur me shpërnda pak. Edhe kjo ka qenë ku në Kaçanek ose në Ferizaj që kemi bë vitin e kaluar. Kanë qenë gratë, që e thash në panel, për pos shfaqjes do filmave që kanë qenë me mesazhe pozitive që tregojnë fuqizimin e gruas, që jepin mesazhe dhe aty në mysafirëve që janë prezent. Ka qenë, dhe me thonë, edhe pjesëmarrës gratë nga kategoritë ndryshme, të fillu prej kuvendit komunal, gjithashtu gratë e shoqërisë civile, gratë që vinë për një fshatit thellë, do me thonë, kretë kanë qenë përfshime disa gra, cilat i mballafaqu mes vete dhe kanë shpjegu, do me thonë, kërkesat që thash edhe më herët, ose dikush, do me thonë, pse nuk është përmbush diçka. Pjesa e komunës aty është dashur me dhënë një arsye nëse është lidh me te, pse do me thonë nuk janë përfaqësuar në komunë, në shoqëri civile gjithanë. Kjo do të thonë është pjesa që mi mundu mi prek edhe kemi mundu me zgjuru edhe më shumë në vende ndryshme si fillim Kosovë gjithanë, si kemi shumë vende, po ma vonë mu hapë edhe në rajon, pse jo, varet për projekte, dhe më thonë që kemi mi pas. Ndërsa të pjesa edhe ti mund t'ja dalësh që cekët, këtove që kemi në atë hapën, momentin që kemi në Shkopa, po dikun tjetër një person, edhe pa morë parasysh nacionaliteti, që është një person që ka bo arritje sportive, ose kulturore, ose diçka që është shumë i arritun, në automatikisht këshyri me gjej mënyrën për me marrë me filmu edhe me shfaq mrena festivalit to. Veç kemi në Tiranë kemi ba një personazh, po kjo është domethënë po na duhet më lidhje më të mëdha me pa se nuk i njohim sakt për shembull kush janë. Po. Gjithë ky rrugtim profesional, artistik, gjithë këto mundësi që ju u japni të gjithë atyre që kanë nevojë, sigurisht ka edhe sfida. Sa jeni të mbështetur, do kisha thënë financiarisht, apo moralisht, besoj që më shumë se puna financiare gjithmonë është problem, po sa përballeni me sfida që ju tangon festivalit? Sa i përket pjesës mbështetja morale, qysh prej edicionit parë, kur kemi qenë online në për platforma tona, kemi marrë kaq shumë telefonata, ka shumë mesazhe për mbështetje që keni fillu një ide të qelluar, u kënaqem duke i pa filma, sa fuqizues janë, sa mirë po ndjehem tash. Personalisht kam marrë shumë mesazhe dhe kjo na ka detyruar që të vazhdojmë të punojmë pavarësisht sfidave financiare që sigurisht i kanë secili festival, sidomos në vendet tona ballkanike që nuk janë të rregulluara edhe pjesa politike dhe këto tjerat. Dhe nuk ka qenë fare e lehtë, po duke pas motivin e lartë edhe kauzën e madhe edhe synimin ton për të ecë përpara për një kategori të tillë, atëherë ana tjetër neve kemi shfrytzuar vetveten në mënyra ndryshme duke punuar punë të ndryshme që edhe nuk na kanë përkat, për shembull si montazh, zërim edhe pjesë nga profesioni që kemi pas përvoja ndryshme, kemi punuar vetëm të arrijmë diçka më shumë, kurse sa i përket gjithashtu dhe organizatave të shoqërisë civile që janë të aftësisë kufizuar, i kemi mbështetje të gjitha organizatat, mbështetje morale dhe përkraje me antar, me njerëz që vinë, kanë qenë pjesë e jurisë, edhe drejtorat e gjitha organizatave ndryshme më të mëdha në Kosovë, edhe antarët, edhe njerëz tjerë, edhe institucione tjera, zyra ndryshme për mirëqenie e kështu me radhë. Mirë po, sa i përket aspektit financiar, sigurisht që nuk është e mjaftueshme për të realizuar një festival ndërkombëtar në formatin siç është i joni, dhe akoma vazhdon pjesa financiare të jetë problemi kryesor. Mirë po, Ministria e Kulturës, disa organizata si Rjeti Grave, ambasadat e ndryshme që i mundsojnë autorëve të vendeve të veta që të bëhen pjesë e festivalit tonë, na e lehtëson pak punën.
Po, pa tjetër, vit pas viti, festivali po realizohet dhe vit pas viti po merr edhe gjëra të bukura të reja të cilat duan që publiku ti shoh dhe t'u shfaq një publikut. Ajo që më bëri shumë përshtypje, një pjesë një tjetër mundësi e festivalit ose për ta ndjek festivalin nga afër është pjesa që ishte pa pagesë. Të vishë dhe të ndjekesh ato 3 ditë të shfaqjes së filmave ishte pa pagesë dhe është një gjë shumë e bukur dhe shumë për t'u lavdruar dhe për t'u përmendur gjithmonë. Si janë përgatitjet për edicionin e 7 tashmë të festivalit? Përgatitjet janë të njëjta, domethënë si çdo vit, po paraprakisht kjo pa pagesë kjo është edhe qëllimi jonë që sa më shumë se gjithë aktivitetet që kemi brenda janë që përçojnë mesazhe pozitive te publiku në përgjithësi. Për shkak që ne përgatisim gjitha aktivitetet dhe në fund rrina në background edhe janë personat që me aftësi të kufizuar që dalin në skenë edhe performojnë edhe kanë ndodhur dhe kanë udhëheqë dhe domethënë kjo është që na këto do na më dhanë si mesazh publikut në përgjithësi. Na i ftojmë publikun gjithanej domethënë për kategorive të ndryshme të vinë të shohin çka mundin me bë këta persona. Kjo është arsyeja që s'kemi dashur me shtime pagu për shkak që mundet me hezitu dikush edhe kështu sa më shumë me dhanë atë informacionin e personave në fjalë. Për shembull, vitin e kaluar e kemi pas një koleg, një me këtonin që kemi pas kaluar me një trailer, është i verbër edhe bën hapjen e festivalit, për shembull, ai me një poezi, me drita të fik, që e përçon një mesazh që duani edhe mi ndjej ndonjëherë filmat jo vetëm i pa. Është një pjesë e skenarit që kemi realizuar dhe publiku u prekën shumë. Domethënë kjo është ajo ideja që duana me ftu sa më shumë, edhe çdo herë kemi pas shumë mbi 400-500 persona në sallë. Kjo lidhet edhe me atë pjesën edhe ti mund t'ja dalësh ku këta domethënë personat që i realizojmë na si filma dokumentar të shkurtër, këta e tregojnë aktivitetet e tyre, sfidat, në fund i tregojnë të arritunat, edhe në fund zakonisht nuk kemi lojë me kamerë, po në fund i drejtohen kamerës e i thonë edhe ti mund t'ja dalësh, për shkak që këta në fakt po i thonë publikut në përgjithësi. Edhe aty në personave që janë të kategorisë njëjtë, po edhe publikut në përgjithësi. Është sfidat janë shumë të mëdha për shkak që është një kategori shumë e ndjeshme, edhe neve na ofrohen tash domethënë ko pas kohë na ofrohen diçka më të veçantë ose dikush e paraqet një diçka brenda kësaj që ti nuk mundesh me futse na veç që kem projektet, ka tash mënyra të ndryshme, ka dikush që thot di me bën një poezi ose një diçka ose thot dikush e kam dika atje duhet gjithmonë me marr me planifiku çka me bë për shembull sidomos te kids ku na te Art Without Limit Kids, aty japi mundësinë më shumë të fëmijëve edhe me recitun nëse dojnë, edhe me po sigurisht me programe regji. Gjithmonë e bëjmë me që unë jam regjisor dhe e bëjmë me program gjithçka shkon me skenar, jo vetëm me dal kështu, përgatisim paraprakisht shkon sipas programit ajo. Sfidat veç kanë filluar, na çdo herë kemi stres, edhe është unë jam edhe ligjërues nikosisht në teatri dramatik. Po gjithmonë kjo pjesa e ligjërimit edhe si profesor më duket shumë më e lehtë në krahasim me organizimin që bëjmë ton vitin. Ky festival na e merr energjinë pothuajse 90% më me thonë ose nuk e di, shpesh edhe 100%. Kjo pjesa tjetër na mbetet për kreativitet dhe për realizime të filmave na për shkak që na si kemi produksionin na realizojmë edhe jashtë kësaj, domethënë që s'kan të bëjë me këtë kategori filma ose dokumentare që kemi sfundi kemi realizuar një dokumentar në Shqipëri me Ministrinë e Kulturës edhe me Klanin atje. S'ka të bëjë me këtë temë, domethënë janë pjesë që ty duhet më fokusu 100%, po gjithmonë mundohemi, unë vetëm me Ganimetin jemi ata kulmi, domethënë që poshtë kem të tjerët që mundohen me bë punën e vet, po gjithmonë përgjegjësia mbi ne, si për mirë, si për keq, edhe po mundohen me bë më të mirë. E keni filluar këtë festival si një fëmijë dhe po e rritni me përgdhelje dhe me gjithat përkushtimin që ju e bëni. E përmendet dokumentarin që e keni realizuar në Shqipëri, në Tiranë me televizionin Klan. Premiera, do të ketë premiera apo u shfaq? Po, jo, premiera do të jetë këtu ditë, do të besoj javën tjetër, kështu është e planifikuar. Po si premier do të jetë në televizion, kështu është marrëveshje atje dhe pastaj do të jetë me publikun.
Unë kam qenë vetëm regjisor dhe Ganimetja ka qenë kostumografe të filmi dhe produksioni gjithë të tjerë janë domethënë prej Shqipërisë, kështu që ata I vendosin të gjitha, neve na ftojnë e shohin domethënë kur mbahet emisioni apo kur mbahet aktiviteti, po për aktivitetin për si premier me publik e di që nuk shumë shpejt nuk do të bëhet për shkak që lypet organizim, me që nuk e kam bërë, domethënë besoj që e bëjnë ndoshta mas një kohë, po jo shumë gjatë, për shkak që filmi është I përfunduar. Po. Edhe Ganimetja e përmendi që posa asaj aktivitetit të festivalit ju keni aktivitetet të tjera dhe shumë filmat të tjerë të cilët I keni realizuar, një bashkëpunim tjetër të cilin e keni realizuar këtu për televizionin e Maqedonisë, janë përallat shqip me të cilët transmetohen në ekranet tona. Po, ajo ka qenë, ta them pa dash tash me lavdu pjesën domethënë televizionit ose produksionit ose të aktorëve, ka qenë një ndër pjesët që unë po më kalu mas miri gjatë pjesëve të krijimtarisë artistike, për shkak që me aktorët edhe me gjithë ekipin na kemi realizuar Kumano me Framing Production. Ka qenë aktorët edhe produksioni edhe transmetimi gjitha kanë qenë të jashtëzakonshme. Domethënë është një prej projekteve që unë kam kalu shumë mirë, pa asnjë problem të vetmin. Edhe jam shumë I lumtur që shpesh herë thëm është gjyna që kemi punu, unë kam punu vetëm 5 epizoda, po jam 5 epizoda ndër më të shikume deri më tash që në kanalet që janë këto, edhe jam shumë I lumtur që domethënë edhe aty janë disa mesazhe tepër të mira që tregojnë tamam njerëzorën. Po. Edhe ta thash domethënë ekipi ka qenë fantastik. Transmetimi është bërë këtu në televizionin e juaj që vazhdon të bëhet transmetimi përrallave vazhdon të bëhet dhe po gjitha përrallat janë produksione ose autor tjerë. Po unë jam shumë I lumtur me ato, jashtëzakonisht I lumtur. Kështu që shumë aktivitete të cilat janë jashtë festivalit, ky festival I dha 8 çmime shumë të rëndësishme, morën pjesë filma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Italia, Shqipëria, tjera shtete nuk më kujtohen më falni. Gjithandaj na kem dalë çdo vit kem shumë shtete prej Zimbabwe atje deri në region këtu në rajon. Kjo është filmat na vinë për gjithandaj, ka shtete që veç zonin javë kemi një edhe aplikojnë online, që është edhe ne zakonisht nuk bazohemi kur në region apo nacionalitet apo diçka, gjithmonë filmat më të mirë mundohemi mi shtinë në program. Më kujtohet në vitin 2022, nëse s'gaboj ka pas filma spanjoll pak më shumë, edhe për shkak që filmat kanë qenë më të mirë. Domethënë çdo vit gjithmonë janë laramanije e kësaj, po çaj kemi një vretje pak a shumë përgjithësi të artistit ku regioni, të filluar Maqedonia e Veriut, edhe Shqipëria, edhe Kosova, prodhimet e kësaj kategorie janë jo shumë të mëdha. Edhe çdo vit kemi mungesë të filmave, edhe pse na kemi lënë domethënë për regionin e kemi lënë edhe pas një pagesë më bë edhe aplikimet edhe çdo gjë vetëm me prodhu diçka, po nuk e di, nuk po prodhohen. Vitin e kaluar kishim një film të Shqipërisë, një film jashtëzakonisht I mirë, edhe asnjë film nuk erdhi, sigurisht që shtin në program atë film. Na për shkak konkurenca shumë e madhe ndërkombëtare, po ne gjithmonë dojmë edhe pjesë, na kemi dashur me bënë edhe kategorinë regionale ose të paktën kategorinë shqip, po nuk e kemi pa që nuk ka prodhime dhe kështu e kemi lanë general. Kështu që besoj që kjo është edhe një thirrje për gjithë ata të cilët kanë mundësi të realizojnë një film të jenë pjesë e këtij festivali shumë domethënës. Ajo që më bëri gjithashtu përshtypje është që filmi festivali Art Without Limit do të ketë edhe prezantim ndërkombëtar në Vjenë, edicionin e parë. Na thoni pak më tepër edhe për këtë pjesë. Sigurisht, qysh për edicionit parë, kemi kërkesa për bashkëpunime për të qenë pjesë e festivalit tonë në atë festivaleve tyne. Dua ta cek para se të kaloj te Vjena, para vitin e kaluar kemi pas Ablum Film Festival I Norvegjisë, një festival I Oslos, që është I njëjti me kategorinë tonë, që ka qenë pjesë e programit tonë. Para aktivitit kaluar kemi pas European Film Festival, festivali I Evropës, që është një festival interesant, që ka pas edhe filma shumë të mirë të përzgjedhur, ka qenë pjesë e programit jashtë konkurrencës. Është program special në mbrëmje që e mbajmë dhe shfaqen filmat e festivaleve. Po ashtu ka qenë Vienna Shores, një festival që është I nominuar për Oscars filmat që janë atje.
e shumë festivale tjera. Dhe edhe si vjetë kemi kërkesa plot qysh tash në fillim për bashkëpunime, po ajo që e cekja në fillim, Art Without Limit International Film Festival Vjena, do t'jetë si vjetë, e kemi nda datën qysh para një viti, është 1 maj që do të mbahet në Vjenë edicioni i parë, dhe nuk do t'jetë pjesë e konkurencës me filma konkurencë, po do t'jetë Best of Art Without Limit për gjatë 6 edicioneve, i kemi bo një përqedhe të mirë të filmave më të mirë të edicioneve, dhe kjo do t'jetë ekskluzivisht për audiencën vjeneze. Për neve realisht me ju thanë drejten, nuk është shumë e lehtë dalësh përjashtë kufeve me emrin ton, me punën ton, faktikisht filmat nuk është punë e jona, po organizimi, realizimi, këtë tjera, emri jonë do t'jetë në një skenë të Vjenës, është një përgjegjësi e madhe, po jemi me kompakt me kolegët austriak të cilët veç po punojnë tash gati një vit që kanë fillu, dhe në maj po vjen shumë shpejt dhe do t'jemi atje me edicionin e parë. Sigurisht është një përvojë e re, se të organizosh diçka vetë, se ne kemi qenë me filma në shtete ndryshme, po ka qenë më e lehtë. Është shfaq filmi, ka pas intervista, kontakte, po t'jesh vetë organizator, është përgjegjësi më e madhe, po unë po besoj që mjaftueshëm kemi bo përvojë dhe po besoj që kemi mja dalë mirë. Besoj që gjithë ky mundi të cilin e keni realizuar dhe e keni bo me dashuri të madhe për festivalin Art Without Limit, ndoshta po ju paguhet tash edhe në realizimin e festivaleve edhe jashtë kufinve këtu rajonal. Cili do kishte qenë një mesazh të cilin ju ndoshta do kishte dashur t'ia dhuroni edhe shikuesve tanë, edhe shikuesve të gjithë ata që po na ndjekin në lidhje me projektin, në lidhje me kyçen dhe në lidhje me atë që ndoshta ju jeni edhe ata personat adekuat, sepse keni kontakte të shumta me njerëz të cilët kanë shpresë, kanë dashuri të madhe për jetën dhe për artin në përgjithësi. Sigurisht, ne kemi zgjedh artin si mjet për ndërgjegjësim, për protestë, për ngritje të zanit, për me i dëgju ato zërat që janë në hije për ata njerëz që ndoshta kanë potencialin më të madh, po akoma s'ju ka kriju një hapësirë, një skenë, një mundësi për t'i dëgju, dhe nuk kanë as vetë besim kur nuk të dëgjon dikush. Kështu që unë po mendoj që ka mënyra tjera për të ndërgjegjësim, janë politik bërja e mirë, janë fushat e tjera, fushat e arsimit, edukimit edhe gjanat e tjera, dhe që duhet ta ngrisim zanin gjithë bashkë si shoqni, sepse persona me aftësi të kufizuar ka në gjithë botën, sidomos tash trendi i rritjes së autizmit është numër me statistika shumë të mëdha që po ndodhin, dhe duhet kemi kujdes gjithë shoqënia, qysh nga fazat e hershme. Dhe po mendoj që secili në mënyrën e vet duhet me ngrit zanin, duhet me ju kriju mundësi, hapësirë këtyne personave që ta ngrisin zanin. Po ashtu unë prap i ftoj në platformën tonë Art Without Limit, mund t'i marrin edhe kontaktet e tona për çfarë do që ka nevojë, qoftë edhe një rrëfim të vogël për ta nda me neve, ne jemi ata që i dëgjojmë, mund të krijojmë ndonjë hapësirë tjetër, sepse ne nuk merrem veç me film, po edhe me ekspozita, me atë rrethin që i dëgjojmë, me anën tjetër psikologjike, me grupin e trive që përmendi Burimi, e kështu me radhë. Jemi në një rrugë gjatë, po përmes artit, filmit, kulturës, i ngritim zanin, se kemi vret që është mënyra më e mirë për të ndje më të lirë dhe më të barabartë kur shfaqesh përmes filmit ose ekranit ose mënyrave të tjera artistike. Kjo është ajo që do të thoja unë që e kemi për obligim gjithë njerëzit të kontribuojnë për këto kategori. Kështu që sigurisht ajo që jeni shumë të pranueshëm edhe për ata të cilët kanë nevojë e bën suksesin tuaj edhe më të madh, sepse gjithkush që ka nevojë ka qasje deri te puna dhe deri te ndihma juaj. Burim, cili do kishte qenë mesazhi i gjithë atyre të cilët janë të interesuar për të marrë pjesë në festivalin, po janë të interesuar edhe për festivalin në përgjithësi? Ajo ka qenë më shumë kjo lutja që sidomos te kolegët e tonë në përgjithësi të akademive që mundohen t'i fusin edhe studentat pak a shumë që të paktën të marrin një personazh të veçantë brenda një skenari, se gjithmonë ka mundësi me fut për shembull një person të kësaj kategorie ku filmi duket edhe më interesant. Po në fundit është interesant që
pra po ju them që disa vite kemi pa që filmat e kësaj kategorie po ecin më shumë, edhe nëse dojnë për pjesën e interesit personal, si autor, do me thonë që 3 vite ralla zë janë në Oscar të shku, na e cekëm, është e çuditshme edhe ose po fitojnë, do me thonë se temat janë shumë të prekshme dhe janë tema shumë të veçanta, edhe kisha kërku që të pakten me realizu, më na sjell filma ma shumë, na po premtojmë që filmat që janë të realizuar, po menoj nuk ka nevojë me qenë 100% realizimi profesionist, ne do t'i marrim dhe do t'i shfaqim në festivalin brenda kategorisë, do më thonë pa asnjë kriter, për shkak që do na me pa pak regionin përgjithësi, sidomos edhe filmat shqip që janë, po edhe të regional, që të shohin do më thonë çka problemet e tyne ose një mesazh pozitiv ose kështu me radhë. Edhe atë veç e tha Ganimetja, sidomos të pjesa edhe ti mund t'ja dalësh nëpërmjet televizionit juaj, pi bëj një apel që ata që kanë arrit diçka, që kanë bërë arritje shumë të veçanta, të lajmërohen. Ne kemi 2 websajte, do më thonë, të festivali, gjithashtu rrjetet sociale, Facebooku e këtu tjerat, që të lajmërohen, diskutojmë, shohim çka. Po prapo e them që na këto aktivitetet ose pjesën e produksionit e kemi bërë gjithmonë në mënyrë vullnetare, si e ceka më herët që jemi profesionista të gjithë dhe e kemi bërë në mënyrë vullnetare brenda kësaj, po në të ardhmen kemi munduar me kriju edhe një buxhet pakten për nëse vim për shembull në Shkup apo me një qytet tjetër të paktën bile me qenë shpenzimet që do të bëhen edhe për realizimin e asaj. Edhe pse ne montazhen e këtu të tjerat veç i posedojmë në brenda zyreve tona, dhe jemi të gatshëm domethënë me kontribu në çdo aspekt pa marrë parasysh ka buxhet ose s'ka buxhet, ajo është pak e rëndësishme. Unë ndeshta edhe me cek, para 2 vitesh kam qenë në Astër Film Festival në Strumica si antare jurie. Atje takova shumë me që dhe njerëz përfshirë edhe Kim Magnusson, që ishin nga Maqedonia e Veriut, po unë e zgjodha për me pas një bashkëpunim me një djalë që ishte me aftësitë kufizuara nga Strumica, po ishte një aktor. Një djalë i mrekullueshëm, Igor, nëse të kujtohet. Igori, që ka qenë festival. Ka qenë festival, edhe Igori ka pas shumë vështirësi me ardh deri në Prishtinë, po ja kemi mësuar të gjitha shpenzimet dhe ka kalu 3 ditë të mrekullueshme. Ishte një djalë i mirë, po vetëm është dashur m'ia kriju një hapësirë, një mundësi, kështu që nuk i zgjodha kolegë se kishim edhe njerëz tjerë artist nga vetë shteti këtu, po Igorin që ju kriju një hapësirë, një mundësi, pastaj ka filluar më duket që merret edhe me filma, se ka luajtur paraprakisht filma të tjerë këtu, po dua të ceki që do të thotë këtë kategori ka nevojë që t'ja japim dorën. Kjo është e rëndësishme. Unë sinqerisht për e thamë se pos asaj profesionalizmi që pa diskutimi keni të dytë si profesionist të fushës dhe të asaj që ju po e punoni edhe për festivalin edhe për ndërtimin e juaj profesional, ajo njerëzorja është ajo që ndoshta ju bën edhe shumë të suksesshëm se profesionalizmi dhe gjithçka që realizohet brenda festivalit. Njerëzorja është ajo thelbi i gjithçka që ju po e transmetoni nëpërmjet festivalit dhe nëpërmjet punës tuaj të palodhshme. Unë ju falenderoj sinqerisht që ju vodha nga koha juaj, mirë po ju falenderoj shumë që më dhatë mundësinë t'ju kem në studio. Shpresoj që do të kem mundësi dhe kam shumë dëshirë që t'ju kem përsëri në studio të flasim për edicionin e 7, mirë po edhe për gjitha angazhimet e tjera të cilët ju do t'i realizoni. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, se kjo ishte realisht pjesa veç për fund, pjesa e kjo është edhe qëllimi edhe jonë, promovimi i kësaj teme pak ma shumë në regionin e juaj kënej, për shkak që nëse në televizionet e Kosovës jem shumë shpesh, po ka mundësi që edhe nuk i shohin shumë shpesh, kështu që do me thonë na u mundu me përquqat në mënyrën e bashkëpunimit që e kemi edhe besoj që fillojmë bashkëpunimin ma shumë. Faleminderit shumë ju me televizionit edhe gjithë ekipës. Faleminderit që ma dhatë këtë besueshmëri dhe këtë privilegj. Faleminderit shumë. E pra miq të nderuar dhe shikues, unë ju falenderoj që ishit pjesë të kësaj bisede. Para se ta përfundojmë, sigurisht që dua t'ju them se Art Without Limit na kujton se arti nuk është luks, por nevojë njerëzore dhe se kufijt më të mëdhenj shpesh janë vetëm në mendjen tonë. Qëndroni, fokusohuni, shprehni veten në artin dhe në punën tuaj, sigurisht që dyert janë gjithmonë të hapura për çdo punë dhe për çdo dëshirat gjithmonë realizohen. Faleminderit shumë që na ndoqët.
Asnjëherë nuk besova në vetveten time, që muj mi ato. Për personat shtatë shkurtër si Egzoni, nuk është fare e lehtë, sepse shumë hapësira publike, ndërtesa dhe sisteme transporti, veshje e tjerë janë projektuar për njerëzit me mallësi mesatare. Dhe kjo ju krijon vështirësi për të pas një jetë normale. Fëmijët dhe të rriturit shtatë shkurt janë më të ndjeshëm ndaj ngacmimit ose përjashtimit social. Kjo do të ketë një ndikim të rëndësishëm në mirëqenien e tyre emocionale dhe vetvlerësimin. Mirë po më besova në familjen time, për krojën e familjes tem, punën e trenerave të mi, për krojën e vazhdueshme që kam bërë për mu, edhe ja ku jam sot. Edhe ti mund t'ja dalësh.